E lexova një histori të mirë. Një djalë I kishte vjedh babës pare. Do që të farrafshëm e prej pak se është më interes. Se për me kallëzu gjunahin do të me ka trim edhe do të me kanë pak është një farë sfide gjunahi. Ja ka vjedh babës paret. Nimi ka historia është e Egjiptit tash me ato paret e gjunej. Edhe u shku I ka marrë paret, I ka kryer do punë, u dal lajmi me vjedhje familja, ka diskutu gjëra gjatë muhabetin e pareve, po ky e u shku një ditë me ngu xhuman te hoxha. Edhe hoxha ka shpjeguar manetin, e ka shpjeguar ranën, e ka shpjeguar tradhtin I ka hapti ke një ka një. Deri në fund jetë pa teksta. Shkon hoxha se do të hoxha vende a Zotit shpërblet, po brana kam një hap madhe, kom vjedh babën për atë ditë. E farë të binda, po dash kam I kthy. Po I kom harxhu. Hoxha I mëshëm thotë shko puno, me orar shkurtum se student. Kur ti bësh paret, merri paret, shko te baba, unë gjën 2 gojt, thuj bab, unë I kom vjedh paret, çe. Më në burë, a din që I thuj soj, soj thuj më bëllëvaqu. Se nuk o let. Edhe ka punu një muj, 2 muj, I ka grumbullu paret, I ka marrë paret, I ka shtin zarf, u shku një ditë e ka ru, kur u kom pak ma I qetë, ma happy baba. Edhe ka thonë baba, bo me qetë punën e së të një pare, pse e ke qetë hajina, ka thonë e kom qetë. Kush I kështë jetë? Ka thonë unë. Ka thonë jem shku të hoxha, kom u qështu. Une, mu isha mos me të kalzu, ditë shamrana. Që kjo tema ma herët që thëmë, ti mush mos mjallon kur babës pare, a mrena gjithë ka me të brejtë. Që kjo është problemi kur ti e qetë problematikën, barafaqosh edhe e qetëson shpirtin. Thotë për që di, u që baba jam, më ka për qafe, kur njët vetë nuk më ka qafe ma shumë, babi me që më kjo. I ka marrë ato pare, ka thonë këtu e në tuat, veç që e boj gudzim shumë me kalzu.